konzujt, pjesëtarët e sigurimit në Stamboll, a paralajmërohej ose a flitej për një kryengritje në Kosovë gjatë asaj periudhe kohore për vitin 1981. Këtu ekziston një debat. Nëse Shqipëria ka ndikuar direkt në këtë, pra pas vdekjes Mehmetçeut, ose nuk e ka bërë, ose e ka bërë dikush tjetër, ose e ka bërë një fuqi ndërkombëtare për ta turbulluar ujin në Jugosllavinë pas Titos, që kishte shumë pikpyetje. A ishte paralajmëruar që do të ndodhë diçka në Prishtinë në universitet një vjet më vonë? Kurse unë po flas për kontaktet unë që i kom pas direkt me çata persona. Me shumë rëndësi diçka tjetër, po. Në atë periudhë Shqipëria nuk ka pas kurfar informata se ka më ndodhur diçka në Tërtanishën. Nuk ka pas. Nuk ka pas informata dhe përkundrazi kanë qenë kundër ndodhive në Tërtanishën. Kundër? Direkt mu më ka thonë ai person, kitë pyetje ma ka bo. Çka ju dash ta juve Tërtanishë? Çka ju dash? Çka ju dash ta? Nuk ishte të kënaqur me vazhdua ajo periudhë ashtu si ishte deri tani? Si mendonin ata? Mendonin që shqiptarët kishin qenë mirë? Mendoni se zhvillimet e fundit në Kosovë që ka ndodhur. Për shembull, po foli për vitin 70 deri në Tërtanishën që ka ndodhur ajo. Në vitin 70 u hap universiteti. Në 74-shën është nxjerrë kushtetuta 74. Me kushtetutë 74-shit Kosova faktikisht ka qenë republikë. Në çdo nën të kushtetutës federative është thonë republika dhe krahinat. Domthonë kompetencat i kemi pas njëjta. Kemi qenë element konstitutiv i federatës. Ka qenë një lidhje shumë e vogël me Serbinë. Edhe ajo lidhje ka qenë kuvendi republikan i Serbisë, asnjë vendim nuk ka mujtë me marrë pa pëlqim të kuvendit krajinor. Do të thotë, Kosova ka pas shumë elemente të qetësisë. Kjo ka qenë pengesë shumë e madhe për Serbinë, edhe me njëherë ata mas asaj kushtetutës kanë qenë kundërshtar shumë të madh, sepse si është nxjerrja e kushtetutë, por drejtën me thonë, ajo ka ndodhur si rezultat i presionit slovenë dhe kroatë, se Kardeli ka qenë ideolog kryesor i politikës në Jugosllavi, edhe ai ka insistuar se faktikisht sigurimin udhën që kemi thona, civil edhe ushtarak, kryesisht e kanë pas sërt në dorë. Nuk ka pas koda tjera, as Slovenia, as Kroatia, aty këtu në i Malazes. Edhe Jugoslavia në atë kohë, faktikisht ka qenë Serbi. Tash, Slovenët e Kroatë, duke e pa rrezikun që po kërcënohet për obliga tyne, ata kanë avancu ndryshime kushtetuese. Për atyne kemi fituar edhe na, kemi fituar na shumë, na kemi fituar edhe më shumë se ata kanë fituar drejtin e shkputjes, ndërsa na fituam drejtin e shtetësisë me kushtetutë 74, faktikisht po them jo në ato formale. Faktikisht na kemi qenë republikë. Edhe në momentin, tash edhe këto ta lidhim, kur filluan kuadrat tona, që diplomon në Prishtinë, se e dihet universiteti jonë ka pas në atë kohë 50.000-60.000 student, me zbatu veç kushtetutën e 74-shit, kur gjën kundërshtim me sistem politik. Serbia met jashtë Kosovës. Serbia ka qenë... Megjithatë, kushtetuta e 74-s parashikte autonomi për Kosovën, për brenda Jugosllavisë. Në brenda Jugosllavisë, po një autonomi... Që nuk ishte e qartë, që krahasimisht i bie drejt pothuajse në republikë, por nuk ishte republikë. Vetëm formalitet formale. Dhe tani tek 81-shi, për herë të parë, ishin vendosur parullat Kosova Republikë. Tek studentët, tek ata cilët me një varforme e ndryshuan kursin politik. Tani për mire për keq është çështje interpretimi, por e dim diçka që në atë moment ndodhi një gjë e tillë. Unë i kujtoj edhe rrëfimet e liderit të Shqipërisë komuniste pas Enver Hoxhës, Ramiz Alis, i cili ka patur një rol të rëndësishëm, do të thotë pas Mehmetçeut, pas vdekjes së Mehmetçeut, ai asnjëherë nuk e ka lidhur direkt Shqipërinë me organizimin e demonstratave studentore të 1981, edhe pse thotë që struktura, shteti i Shqipërisë me një varforme ishte angazhuar për ta mbikëqyrur, për ta parë situatën, por nuk e kishte nxitur dhe nuk e kishte organizuar atë.
Nga ana tjetër ka shumë veprimtar të asaj periudhe kohore,